Dëgjova Edi Ramën që talleshte me shqiptarët që kanë emigruar në Angli. Atyre që hypën gomoneve, mauneve, duke rrezikuar dhe jetën për të shkuar në Angli, u thoshte hajdeni se në Shqipëri kafja është më e mirë. E bën këtë sepse i konsideron qytetar të dorës së dytë. E mbani mend si i trajton refugjatët që erdhën nga Afganistani. I çojnë në rezortet më të mira luksoze në bregdet të Shqipërisë, ndërsa për emigrantët shqiptar ai tallet dhe thot hajdeni se kafja është më e mirë në Shqipëri. Por në fakt emigrantëve shqiptarë në Angli dhe kudo që janë, më shumë se sa kafja, u mungojnë prindrit, u mungojnë vëllezërit, motrat, miqt, fëmijët, u mungojnë shkollat, u mungojnë spitalet, u mungojnë mundësitë e punësimit, sepse ata duan që ta bëjnë jetën e tyre këtu në Shqipëri. Ne nuk e meritojmë një kryeministër të tillë, një kryeministër që tallet dhe përçmon shqiptarët e mirë. 2025 është viti ku ne do t'i japim fund kësaj.